është familja Clinton, sidomos Hillary Clinton, Hillary Clinton, është shumë e përfolur si një nga mostrat kryesore që është marrë me trafikun e fëmijëve, madje flitet që poshtë shtëpisë të tyre ka tunele nëpërmjet të cilave i sjellin fëmijët nga pika të ndryshme të qytetit. Shumë qytete në Amerikë janë fole tyre krimeve monstruoze të pa imagjinueshme ndonjëherë, domethënë sidomos në këto vendet tona. Fëmijët i përdorin dhe për rituale satanike, ku i sakrifikojnë duke u përpjekur të lidhen me entitetet të tjera më të larta për t'i thirrur, dhe këta din të përdorin ritualet e magjisë duke sakrifikuar fëmijët, por njëkohësisht i përdorin duke i trambur me mënyra të ndryshme, duke u çuar pitbull, i lidhin në mur, ju çojnë pitbull afër, ju çojnë luan, ju çojnë tigra, leopard të egërsuar dhe të uritur, ja u dërgojnë afër fëmijëve të vegjël 7 vjeç, 8 vjeç, 10 vjeç, dhe në momentin që atyre ju bëhen sytë e zeza si Arusha Panda këtu, kjo është momenti kur ata i marrin adrenokrom nëpërmjet një shiringe që ja fusin në epifiz edhe i tërheqin adrenokromin, i cili mund të jetë i gas dhe duke kaluar në disa procese me tubacione, si kazani i rakis, kështu që avullin e rakis e kthen e kondenson, e kthen në leng, edhe adrenokromi kthehet, kështu dhe është një nga drogat më të kushtueshme. Një fëmijë e përdorin derisa bëhet 15 ose 16 vjeç, e përdorin 2 herë për adrenokrom, se më shumë nuk mund të përdoret, domethënë një herë 5-6 vjeç dhe një herë kur shkon 10-11 vjeç.